Çfarë do bëjmë tani? Fik këtë dhe për pastrimin e sipërfaqeve të kuzhinës, unë flas për kuzhinën sepse kuzhina më intereson. Niki, të lutem më jep një deka se deka fare, hajde. E kam atë pastrimi është gjë kryesore në kuzhinë. Po të sjell Shtoj me shijen, me aromën e limonit apo të shegës? me limonin. Me limonin. Shtoj me lajm, ujë. Limon, e shek. Mu të laj dhe të pastroj, t'i bëj xhic edhe në ujë të ftohtë. Detergjentin, uthullën. Dim që uthulla ka aciditetin dhe pastron shumë më mirë. Nuk mora limonin, sepse limoni është gjithmonë kundër mikrobeve, prandaj zgjodha atë deka që ka vet limon, ujë të nxehtë, një përzierje të mirë dhe ulala, direkt, sipërfaqe. Na duhet tani për festa. Po patjetër, Të shkëlqejnë banaku, soba, para dhe pas, edhe pas gatimeve. Ne ka largojmë pak nga detergjenti. çdo lloj mikrobi, Niki, Ose vendosim ushqime, patjetër. qese mbi banak. Deri ku shkon krahu im. Dhe aty ku arrin. Pastaj del nga ana tjetër. Po. Dhe deka na vjen me aromat ja. e forta të limonit, të lajmit, po ashtu edhe të shegës, më pëlqen ajo aroma e shegës dhe janë në variantet dhe në paketimet e vogla, por në paketimet e mëdhaja, varet nga numri i antarëve që kemi në familje dhe sasisë e enëve që bëjmë palar, por tani është koha e duhur për të marrë seriozisht këtë proces, sepse me element të vogla në këto gatime të mëdhaja që ka dhe më tepër ngarkesë, nuk ja dalim dot. Shife tani se unë dua beso dhe kontrollo, urdhëro sipërfaqja. Dhe jo vetëm për në kuzhinë, po është për në të gjithë sipërfaqen, tek dyshemet, tek xhamat. Po. Dhe për të parë, vërtet nëse e kam bërë mirë ose jo, ose vizhga, ul syt poshtë dhe shoh që është Do ulesh e poshtë fare. Ula njerëz. Ne do ta vazhdojmë procesin. Punë ka plot kuzhina, diet, kur ka njerëz që gatuhen edhe me re në bëj pis, por gjithsesi mund të kalosh edhe këtë nga ana tjetër më pas. Sa të fiken dritat.